Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi ngriti sërish alarmin për gjendjen e sistemit të drejtësisë duke theksuar mungesën e gjyqtarëve dhe rritjen e stokut të çështjeve të mbartura veçanërisht në apel, ndërsa bëri bilancin e punës për vitin 2025 të institucionit që drejton. Mungesa e gjyqtarëve është problemi themelor i sistemit të drejtësisë. Aktualisht janë 307 gjyqtarë efektiv në detyrë, përballë 417 të parashikuar nga struktura organizative. Çka do thotë se sistemi funksionon me vetëm 73.6% të kapacitetit të tij, ose me 110 gjyqtarë më pak. Kjo situatë bëhet edhe më shqetësuese nëse merret parasysh se deri në vitin 2028, nga shkolla e magjistraturës parashikohen të dalin jo më shumë se 67 gjyqtarë të rinj. Foli për mungesë të vizionit strategjik për shtimin e tokave të zeza duke ju referuar standardeve ndërkombëtare, sipas të cilave Shqipërisë do t'i nevojiteshin rreth 587 gjyqtar për të përballuar normalisht ngarkesën e proceseve gjyqësore. Çka nxjerr në pa një disproporcion të thellë ndërmjet nevojave reale dhe kapaciteteve aktuale të sistemit. Kërkoi masa konkrete për korrigjimin e kuotave të pranimit në shkollën e magjistraturës, pasi deri në vitin 2028, sipas tij, parashikohet të dalin jo më shumë se 67 gjyqtar të rinj. Gjykata e Apelit përbën sot hallkën më kritike të sistemit gjyqësor duke funksionuar me vetëm 55.9%. Sistemi sot prodhon backlog të ri për shkak të mungesave strukturore. Çdo ngarkesë e krijuar sot në shkallë të parë dhe në apel, nesër do të jetë ngarkesë për gjykatën e lartë. Për te kushteve që i cilësoj të vështira, Sadushi tha se gjykata e lartë ka arritur të ulë me 61% stokun e dosjeve të vjetra, duke e zbritur në 14.081 çështje. Vetëm gjatë vitit 2025 janë dhënë 6.876 vendime, me një normë likuidimi prej 273%. Kështu në 5 vitet e fundit janë dhënë 39.269 vendime, duke e reduktuar backlogun në 14.081 çështje. Aktualisht Kolegji Civil ka numrin më të madh të çështjeve, e po gjykon ato të viteve 2016-2017, por gjithashtu dhe ndonjë çështje të vitit 2018. Sadushi sqaroi se viti 2019 ka numrin më të lartë. Duke shpresuar që deri nga gjysma e dytë të ketë përfunduar ky vit, pastaj vitet e tjera do kalojnë shumë shpejt dhe ndoshta edhe kolegji administrativ do të jetë po ashtu si kolegji penal, ndoshta për 1 vit, 2 vjet. Evidentoi cilësinë e keqe siç e përshkroi të rekurseve si problem më vete, ndërsa zbuloi se më të pasuksesshme janë ato ku shteti është pal. Koha gjyqësore po shpenzohet për ankime që nuk plotësojnë standardin ligjor të gjykimit kasacional. Kryetari i Gjykatës së Lartë argumentoi kritikat për mënyrën e zbatimit të reformës në drejtësi edhe si një prej hartuesve të saj. E gjitha kjo ndikon që ky sistem të funksionoj, por jo me atë dëshirë që të gjithë ne e kërkojmë. Në radhë parë, opinioni publik që pret çështjet, po patjetër edhe ne që jemi zbatues të drejtpërdrejtës së saj.